kaluar në një cikël monoton. Lodhet njeriu. Gjohen thot du ta ndroj punën, du ta ndryshoj. Pse? Që sa vit thot e njëjtën punë. Mos bëj monoton. Por a jemi krijuar ne për të përsëritur ditët apo jemi krijuar për diçka tjetër? Se ti edhe atje ku do të shkosh, një punë tjetër që do ta fillojsh. Për 1 muaj, 2 muaj, 1 vjet edhe ajo do të bëhet monoton. Pse? Për shkak se një rutinë. Por ti do ta kuptosh pse e bën ti këtë punë. Dallimi mes jetesës me qëllim dhe jetesës pa qëllim ose me rutinë është si dallimi mes dritës dhe errësirës. Dallimi mes jetës me qëllim, ta di njeriu pse jeton, pse punon, pse duhet të zgjohet për kaq ora të kthehet kaq ora në shtëpi, pra me qëllim, dhe mes jetës pa qëllim ose me rutinë, dallimi është mes dritës dhe errësirës. Pse? Sepse njëra ta ndriçon rrugën, kurse tjetra ta fsheh atë rrugë. Qëllimi ta ndriçon rrugën, ta mundson ta kuptosh pse ti tanë jetë do ta punosh këtë punë. Pse ti zgjohesh dhe 10 orë ose 8 orë punë ti do të bësh një njëjtën punë. Kjo ta ndriçon rrugën kur ti e kupton qëllimin. Por nëse ti e punon me rutinë, kjo ta bën që ty të ta mbulon rrugën, dhe ti mos ta kuptosh pse ti jeton, pse ti vepron, pse ti lëviz. Njeriu është krijuar për një qëllim të madh. E këtë qëllim e keni dëgjuar, por jo çdo herë mendoni për këtë qëllim. Dhe ky qëllim harrohet. Cili është ai qëllim? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Nuk i kam krijuar gjindet dhe njerëzit përveç se që të më adhurojnë. Kjo është qëllimi. Dhe kjo është akidja e besimi ynë. Dhe nëse thot unë jam krijuar për të ngrënë, për të pirë, për të shfrenuar epshin, i themi mes te dhe kafshës dallim nuk ka, se një të gjë dhe kafshën e bën. Edhe kafsha shfrytëzohet për punë. Allahu subhanahu wa taala ta ka qartësuar në librin e tij famullar pse ti je krijuar, pse ti do të punosh, pse ti do të jetosh, pse ti duhet një të punë ta bësh me vite dhe ymrin ta kalosh duke punuar çat punë. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar gjindet dhe njerëzit përveç se që të më adhurojnë. Njeriu si njeri nuk është krijuar rastësisht. Nuk erdhëm këtë botë ashtu për shkelë shko, edhe për të kaluar disa vite dhe me u kthy, me u largu për kësaj dynjaje, jo. Por ne jemi të krijuar për një mision hynor. Allahu subhanahu wa taala na ka krijuar, na ka prunë këtë dynja ta realizojmë atë misionin hynor. Ai misioni hynor është që ti o robi Allahut, Allahun ta adhurosh dhe me tauhid, me nishmëri Allahun ta njësosh. Kjo është misioni yt hynor për të cilën ti unë të gjithë jemi krijuar. Nëse këtë se kupton ti jeton një jetë me rutinë. Dhe kështu jetojnë ata të cilët besimin nuk e kanë. Kështu jetojnë ata të cilët në Allah nuk besojnë. Edhe prandaj, ai vrapon, bëhet miliardar, milioner, merr për shumë pasurit madhe dhe bon, më fundin me vetvrasje. Pse? Sepse ju bën më monoton. Edhe sot e përballon më. Ju e lodhi kjo punë, kjo jetë. Edhe pse e ka parë, këtë është. Parja nuk t'i ndron ndjenjat. Parja nuk t'i ndryshon ndjenjat. Parja nuk të bën të lumtur përderisa nuk e din qëllimin e asaj pare. Përderisa nuk e din qëllimin e atij dinari. Ti je një robot pa ndjenja. Që lëviz hampin po s'dim pse. Andaj ne jemi në këtë dynja për një mision hynor. Ai mision hynor është që të nësojmë Allahun subhanahu wa ta'ala me tauhid, me adhurim, me ibadet. Qysh? Po qysh me e njësuën Allahun punë? Që kjo është, se ti kur zgjohesh në mëngjes, bismillah, në fillim e falendron Allahun, alhamdulillahi ladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur. Falendrimi takon Allahut i cili më ngjalli masi që më vdiq, se gjumi është gjysmë vdekje, dhe tek ai e kemi kthimin. Pastaj, marr abdes dhe fal namazin e sabahit.
Fillon me realizimin e urdhit Allahu te bareke ve taala. E pastaj bismillah po është gati i veshteshë të shkon në punë. Dhe qëllimi yt çka është? Shkoj punë, një punë të halalit, kërkim të nafakës për ta mirëmbajtur dhe kujdesur për familjen time, që kjo është ibadet, adhurim. E kur ta kesh këtë qëllim, kur shkon në punë, edhe pse lodhesh, shumë lodhesh, njerësitesh, nxehti i madh, hamën një losti e kënaqshme. Shpirtërisht i kënaqet. Shpirtërisht je i kënaqet. Kur falim namaz taravije, kur agjerojmë Ramazan, lodhemi apo? Ma është një losti e mirë. Pse? Lodhesh për një gjë të mirë. Edhe në punë, kur ta kuptosh qëllimin i punës tënde, pse ti e punon, pse e bën, ti me të vërtet lodhesh, po është një losti e mirë, e kënaqshme. Pse? E din se ti je të punu të mundu për të kujdesur për familjen tënde, që është adhurim ibadet. Dhe se ti je përgjegjës i familjes tënde, dhe ti punën duhet ta bësh. Dhe ti je prind, i ke thënë babës, i ke thënë vetit tënd babë, prind. Tash qëllimin e ke. E tash çdo jeti kur e ke këtë qëllim, ti shpërblehesh tek Allahu subhanahu wa taala. Pse? Sepse ti e njëson Allahun me adhurim, me ibadet. Sepse të kërkuarit e nafakës, të halalit, në mënyrë të halalit, është adhurim, është ibadet. Dhe për atë ti do shpërblehesh. Çka themi vdiq, ku vdiq në punë? Tu punu i grati vdiq, ishte namaz falës, edhe vdiq. Inshallah tek Allah i shahid. Pse inshallah tek Allah i shahid? Sepse ka vdek ka ndruje duke u punu, duke u mundu, duke luftu për kërkim të nafakës, riskut për familjen e tij. E inshallah shahid. E kuptuam? Po ka qëllim. Ama nëse s'ka pas qëllim, ose nëse qëllimi i punës e ti ka qenë, e mashpi të fund të marrë i rogën që shkoj pagës ka kazino, ja tërmat e poshtë, që shkojna për kurva, o kri puna. Tamam? Qëllimi këti qka? Qëllimi këti me u kujdes për familjen e ti. Po qëllimi këti me e ke që përdorë qatë në faktët që Allah jep. Edhe kjo për këtë nuk dush përblet, por do të dënohet. Dhe ti pastaj sa dush të inshallah shahid. Atë din Allahu sepse ai ka pas qëllimet këshia, se ka pas qëllimet mira. Të jetosh me qëllim, me njetë do thot të jesh i vetëdijshëm për rolin tënd si robi Allahu te bareke ve taala. Kur jeton me qëllim, ti e kupton atë rolin tënd që ke dhe Allahu subhanahu wa taala si robi ti, si shërbyes në shoqëri, si ndërtues i së mirës. Kjo jetë roboti, kjo është një jetë e rrezikshme. Ka një rrezik automatike. Studimet tregojnë se më shumë se 60% e njerëzve ndihen të bllokuar në rutinë. 60%. Jenë të bllokuar. Edhe këto normal kjo sjell pastaj probleme shpirtërore, probleme shpirtërore, edhe pastaj vjen deri çka ra depresion. Pse ra depresion? U budall, lujti mensh, pse çka e gjet? Sepse ka rrezikun e saj, se ky nuk ka qëllime. S'ka qëllime, vetëm në atë shkojë, do të grihet, do të kthehet, do të punohet, nuk dim pse. Kur nuk dim pse, kjo sjell probleme në jetën e tij. Rutinat mund të jenë të dobishme, por pa qëllim të vetëdijshëm, ato shndrohen në burgje të heshtura. Por rutina mund të jetë e dobishme, si për shembull, ne 5 herë në ditë falim namaz. Apo? Kjo është një farë rutine. Ne çdo natë duhet të flejmë, s'kemi qajre. E çdo ditë duhet të ham bukë, s'kemi qajre. Ama me qëllim, kur është me qëllim është e dobishme. E pa qëllim është një burg i heshtur për ty. Ti je i burgosur, por ti nuk e kupton. Unë e flej, edhe për flej, edhe për gjumin besimtari shpërblehet. E ka ibadet. Edhe për gjumin. Ama nëse ka qëllim për qatë gjumë, pse ti do të flesh sante? Po në flijet jam i lodhur, gjithat lodhur. Por kje qëllimin, qëllimi ytë të jetë, që nesër të zgjohesh i fort, i pushushët, ta falsh namazin e sabahit. Nëse ti i bjen të flesh, dhe qëllimi nuk e ke, për të zgjuar, për ta falur namazin e sabahit, për të qenë i fort, ti jeton një jetë
në një burg të heshtur pa e vërejtur. E duke kuptuar se vitet kalojnë. Besimtarët kur shtiet të flenë edhe për këtë ka qëllim. Pra, unë shtijem të flej, pse nesër do të jemi pushushët. Një, do të zhojmë të falë namazin sabajt, po gjithashtu do të vazhdojmë me punën. Nëse natën nuk flej, ditën s'u punoj. Do të jem lodhur, do ta kem vështirë. Shembull, njerëzit që punojnë 8 orë, 10 orë në ditë, por nuk ndjejnë asnjë përmbushje shpirtërore. Asnjë përmbushje shpirtërore, pse? Sepse ato nuk e dinë pse e bojnë këtë. Ata shpirtërisht nuk janë të mbushur, nuk janë të kënaqur. Edhe pse ai 8 orë ka punë, 8 orë ka 25 franak, ka 30 franak, ke parasysh, pa i shpirtërisht nuk është pasuru. Ai është pasuru materialisht, po jo shpirtërisht. Pse? Për shkak se ai qëllim njët nuk ka pas. Edhe jeton jetën në një burg të heshtur. Të jetosh me qëllim, do të thotë të jetosh me vetdije. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më i qëllimshëm sallallahu alaihi wasallam. Çdo veprim i tij ishte i kuptimt, ose kishte kuptim, kishte drejtim, kishte përmbajtje. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Vërtet veprat tek Allahu subhanahu wa taala vlerësohen sipas qëllimit. Këtë hadith shumica e dini, pse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i erdhi haberi lajmi i treguan se një djalë, një vajzë kanë bërë hijret shpërngulje. Janë shpërngulur për një vend në një vend tjetër, por janë shpërngulur me qëllim martese. Normal shpërngulja është për Allah. Hijreti është për Allah. Kur të vështirësohet praktikimi i Islamit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri shpërngulje pi Mekës Medinë. Por këta nuk e bën shpërnguljen për Allah. Shpërngulja ishte i kthyer për martesë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha këtë hadith. Veprat tek Allahu vlerësohen sipas niyetit, sipas qëllimit. Femen kana hijratu ila Allahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli. Ai i cili ka bën shpërnguljen për Allah, ai do të kesh problemin e Allahit dhe të dërguarit të tij. O men kana hijratu lid-dunya aw imratin yunkihuha fa hijratu ila ma hajara ilay. Ai i cili bën hijret për një çështje të kësaj dynjaje, unë do bëj hijret, pse? Po atje ka më shumë biznes. Nuk bën kjo se ka vështirësi ose për Islam, për Allah. Po për çështje të kësaj dynjaje, ose për të martuar, ai çfarë shpërblime ka? Këtë dynja, çat grua ka shpërblim, çat martesë. Ama shpërblimin pranës të Allahut nuk ka, pse? Për shkak se ai s'ka bëj hijret për Allah. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e qartësoi, e detajizoi dhe këtë hadith, të gjithë dietarët islam, të cilët kanë botuar, kanë shënuar librat e tyre, në fillim e kanë vendu këtë hadith. Pse? Me e ditë niyetin ose qëllimin e këtij libri, pse e ka shënuar. A shënon për Allah apo për diçka tjetër? Pa me rujt niyetin, qëllimin pastër. Se është një vepër e madhe dhe vepër madhështore. Pa edhe veprimet më të vogla, edhe punët më të vogla mund të bëhen adhurim, nëse qëllimi është i pastër. Nëse qëllimi është i pastër, ajo vepër është ibadet qoftë edhe e vogël. Duke ndihmuar, duke mësuar, duke punuar ndershëm. Çdo kështu për njerëzit e devotshëm, traditat qëndrohen në adhurim. E për njerëzit jo devotshëm, adhurimet qëndrohen në tradit. A e kuptot? Për besimtarët e mirë, tradita si tradit qëndrohet në adhurim. Për njerëzit jo të mirë, ibadeti adhurimi qëndrohet në tradit. Unë e ti hambuk, të dy hambuk, një të mbuk, një të në ushqim. Ama ti e ke ibadet, unë e kam tradit. Pse? Ti e hanë këtë buk, këtë ushqim me njetë. Cilë është njeti? Që ti është me i fort, me i kuveqët, me mujtë me falë namazin, ta adhurosh Allahun, dhe nesër mi të mund të shkosh në punë, ta kërkosh në fakën e halalit për e vladët e tu. Ke këtë njetë. E kjo ushqim tash, për moment që ti e hanë, është adhurim për ty. Edhe në fakë, edhe adhurim. Po unë haj, thjesht, ha se du të ngopem, kam nevojë të ngopem dhe ngopem këtë qëllime kam.
E tash unë nuk kam shpërblim, ti ke shpërblim. Pse? Për shkak se unë s'kam qëllim. E qëllim të mirë nuk kam. Vetëm për ta ngopë barkin tim. E ti e ke qëllimin të pastër dhe qëllimin të mirë. Prandaj kanë thënë kështu ulemaja dietarët. Ibadetet, traditat, ibadetet, adhurimet për njerëzit neglizhent. Li ahli al-ghafla, për njerëzit neglizhent, ibadetet qëndrohen në tradita. Edhe namazi qëndrohet tradit. Pas ku namazi fal, apo tradit për atë. Pse? Ka shumë njerëz, ka shumë njerëz atë falin namazin. Se e ka falë si vogël sen, ajo është mësu me atë, edhe ka rutin. Por qëllimi nuk e ka pastru se ka të mirë. Si është, se është falë baba dhe kyta është falet. Ama nuk e kupton se kjo është adhurim, ibadet dhe obligim që ka e ka dhe Allahit, që duhet të realizon. Edhe për këtë kjo është një tradit. Ama për njerëzit e devotshëm, për njerëzit e mirë, tradita është adhurim, si shembulli i ushqimit. Si të jetojmë me qëllim praktikisht? Si të jetojmë me qëllim, me njetë praktikisht, e jo të jetojmë me rutin, jo të jetojmë në një burg të heshtëm. Zgjohu çdo ditë me një qëllim të qartë. Mos u qo me një sy më gjajt me tjetëri më të majtë, s'din ka shkon, s'din ka qelderën, s'din qka vishesh, qka vesh, s'din si vishesh, a me gjajtën, a me të majtën. Në fillim, zgjohu me një qëllim të qartë. Kur zgjohu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim është urdhë dhe ka fshi gjumin për fytyrës së tij. Pak me u vetëdisu. Edhe ka falendruar Allahun që Allahu e ka ngjall masi që e ka vdek. Siç tham gjumi është vdekje. I zgjidh njëjët e shejtanit që ti ka lidh. Dhe tash ti me një gjë në parë që e bën pastaj është abdesi. Pas kryes së nevojës normal, abdesi. Abdesi. Që ti zgjohesh mirë, kthjellesh, e adhuron Allahun subhanahu wa taala dhe ke qëllimin pastër. Një njeri që fillon ditën me sabah namaz, ky njeri e ka kuptuar qëllimin e jetës së tij. Një njeri që nuk e fillon ditën me namaz të sabahit, ky njeri nuk e ka kuptuar qëllimin e jetës së tij. Dhe ky njeri jeton me rutinë, kështu mund t'i themi. Pse se nuk zgjohet për ta fal namazin e sabahit, zgjohet vetëm për vrapu për nafakën, për ta shfrytzuar riskun e furnizuesit pa e falendruar madhëruar furnizuesin. 2. Planifiko jetën me vlera, jo vetëm me orar. Unë kam kaq orë punë, duhet të punoj. A e di ti vlerën punës tënde, kohës tënde, vetit tënd. Pra jetën, planifiko jetën tënde me vlerë, jo vetëm me orar, robot, pandjenja. 3. Shërbehu të tjerëve, dhuro kuptim, një shërbim të tjerëve, diçka që u sjell dobi hajër të tjerëve. Se kjo aq më shumë ta zbukuron ditën, javën, muajin, jetën. Se kur i ofron një të mirë tjetrit, kur i bën një të mirë tjetrit, me qëllim, ti ke qëllimin tan. Ai që ka qëllim, mas ja bën një të mirë tjetrit, nuk e thot këtë fjalë. Jo, be hoxha, jo, se disa njerëz kishin qenë për t'u ndihmuar. Mas ja bën mirën, ja. Sot bën keq më mirë se sa mirë. Pa të bësh keq do ta din, pa të bësh mirë s'ta din. Po kjo është në Islam. Ti do më thënë se ke kuptuar qëllimin i punës tënde, e të mirës tënde, ti pse ja bën atë mirë? Ai me ta ditë ty apo Allah? Nëse ke bo për Allah, të le, Allah e uzafta, të rrugën e drejtë. Ma ti ke bo me një qëllim pastër, ke bo për Allah, kry puna. Por nëse ti i thu këtë fjalë, e ti revoltohesh, mërzitesh, për shkak të veprimeve dhe keq reagimeve të ti, ti nuk e ke kuptuar qëllimin e asaj të mirë që e ke bo tjetrit. Thot pejgamberi sallallahu habu nas ila Allah anfa'u lin nas. Njeriu më i dashur tek Allahu është më i dobishëm për të tjerët. Kështu hadithi mos e gaboj. Njeriu më i dashur tek Allahu është më i dobishëm për të tjerët. Një njeri që është i dobishëm për të tjerët është i dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Bëhu i tillë. Pa marrë parasysh si do t'i vlerësojnë dhe si do të vlerësojnë. Ti e bën një vepër për Allah dhe shpërblimin do ta gjesh tek Allahu te bareke ve taala. La nuridu minkum jazaa wala shukra. Ne nuk dëshirojmë për juve as shpërblim as falendrim. Ne atë presim për Allah te bareke ve taala. 4. Rishikoj jetën tënde çdo javë. Ku po shkon?
Po jeton me vetëdije apo ekziston në autopilot? Çdo javë sa pak mundu pse ti shkon? Cili është qëllimi i shkuarjes tënde në punë? Çfarë arrin ti me këtë punë? Nuk është puna hajde zgjohem unë, ndalu pak mendo. Zgjohej përsëritë këtë. Pse unë nesër do të shkoj në punë? Këshyri fëmijët e tu pak para te, familjen tënde, vetin tënd. Këshyri atë tavolinën me fruta që ke mbush, me lloj të çokoladave, me lloj të ushqimeve. Shiko për rrethe ato të mirat dhuntit begati që Allahu me të ka dhënë dhe me të cilët të ka begatu. Edhe çdo javë mendo kështu. Pse unë e bëj këtë? Pse duhet ta bëj këtë? Normal e ke përgjigjen më njerë. Cila është përgjigja? Se jam i detyruar, i obliguar që unë ta kërkoj nafakën për familjen time, për vetin tim, të mbijetojmë. Por e gjithë kjo që të mundemi nesër, Allahun të adhurojmë. Pra me pas pak me angër, me pas sa akcione bëjmë. Sa akcione bëjmë? Sa njerëz janë ndihmu? Pse janë ndihmu? Në çfarë mënyrë janë ndihmu? Ke punu gjatë tërë mujt, më në fund 50 franak i ke nda sadaka. E ke njët. Qka? Une zgjohem që me pas edhe anësh, me mujt me ndihmu një jetimi, një fukara, një nevojtari. Pra për familjen, edhe me ta mundësu, allo me po punë të mira. E që të punë mira ju i boni, alhamdulillah, po vetëm me ndonë këtë. Sa më shumë e, sa më shpesher, kjo aqë ma shumë të ndihmon të ashosh atë kënaqësinë e jetës të cilën ti jeton. Dhe jo të jetoj si një robot, dhe të jetosh një jetë me rutinë, por e kupton pse ti kështu jeton, pse këtë punë ti e bon, dhe pse këto vepra ti i punon e i bon. Ai cili jeton jetën me qëllim, ka shpërblim, pa pikë dyshimi, thot Allahu subhanahu wa taala, "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ata që përpiqen të qëndrojnë, të rinë në rrugën tonë të drejtë të vërtet, ne do t'ua tregojmë, do t'ua mundsojmë atyre, do t'ua qartësojmë rrugën tonë, rrugën e Allahut te bareke ve teala. Pse? Se ke qëllim, ke niyet, mundohesh. Ai i cili pra lufton për ta jetuar jetën me qëllim, me niyet të pastër, Allahu subhanahu wa taala e forcon, e udhëzon në rrugën e drejtë dhe të vërtetë. Jeta vëllezër bëhet më kuptimplot, më e qetë shpirtërisht dhe më e suksesshme kur është me qëllim e jo me rutinë. Më kuptimplot, më e kënaqshme, më e qetë shpirtërisht dhe më e suksesshme kur bëhet me qëllim e jo me rutinë. Si përfundim, mos lejo që dita jote të jetë vetëm një përsëritje e ditës së djeshme. Çka bone sot? Po valla çka bona dje? Po çka do të bësh nesër? A çka bona sot? Jo. Ti edhe pse e bën të njëjtën punë. Se ti s'ke çajre, ke të njëjtën punë. E ke të njëjtin vend, e ke të njëjtën biro. Me po qëllimi yt e bën që ti mos ta kesh këtë ndjenjë dhe këto mendime. Dhe mos ta jetosh jetën kështu. E bëj punën e sotshme atë të djeshmen. Jo. Në realitet është ajo, por kur ke qëllimin, ti çdo herë mendon në shpërblimin tek Allahu te barekutaala dhe se ti ke një mision hynor. Pse ti sot punon? Unë punoj se duhet Allahun të adhuroj. E çdo herë kjo ta bën që ti të kesh ndjenja që të kënaqesh shpirtërisht. Dhe jo ta kuptosh se vetëm po unë i kaloj dhe jetoj të njëjtët ditë pa ndryshuar njëra nga tjetra. Jetimi i jetës me qëllim është adhurim. Nëse kimi njetë. Çdo ditë që e jeton me njetë, qohesh pi sabah, edhe e ke që këto njetë e këto qëllime, pra ti atë ditë e ke ibadet. Pi fillim deri mbrëmje. Më gjesë, si shtam, farë sabahin dhe qëllimi ytë është që ti ta shkosh në punë, të kërkosh nafakën, ti falesh namazin, mos të tiki namazin, ta bësh direkt kër Allah subhanahu taala, me mundësit të tua dhe atë kohën që e ketë lezosh Kur'an, ta bësh direkt kër Allah subhanahu taala, një emir, një sill, një emir, një buzëqeshje, tanë ditën adhurim ibadet e ke. E kur të jetosh jetën kështu, tanë jetën e ke jetuar me adhurim me ibadet. Pra, e ke kaluar jetën si një besimtar i devotshëm, që je bindur Allahu te bareke ve teala. Pyetja më e madhe
Pyetja më e madhe nuk është çfarë po bëj. Pyetja më e madhe është pse e bëj. Nesër mos thuaj çfarë do bëj. Po thuaj pse do ta bëj. Që një të punë ke nesër. A më pyetës hatë vetin, që tash unë duke folur, pse do ta bëj punën e nesërme. Nëse nuk e drejton ti jetën tënde, si përfundim, nëse nuk e drejton ti jetën tënde, dikush tjetër do ta bëjë për ty. Dikush tjetër do ta bëjë për ty. Shembull, nëse ti nuk je edukon fëmijët e tu, dikush tjetër do t'i edukon ata. Ama nuk do t'i edukon sikur do t'i edukosh ti. Do t'i edukon ashtu si çdo nai. Edhe jetën tënde, nëse ti nuk e drejton, do ta drejton jetën tënde dikush tjetër, por zakonisht ajo nuk do të jetë e mirë për ty. Pse do ta drejton në mënyrë tjetër. Andaj drejtoj jetën tënde. Mos ia jep dorë dikujt tjetër të ta shkatron jetën. Lutim Allahu subhanahu wa taala që të gjithë mundin, kontributin, ditët, mujt, javën, vitet që i kalojmë, i kemi kaluar dhe do t'i kalojmë, qofshin të regjistruar tek Allahu subhanahu wa taala ibadet, adhurim. Lutim Allahu subhanahu wa taala që gjunahet të na i falen, zemrat të na i pastron, në gjokset të na i shëron, në rrugën e drejtë të na forcon, për pasuesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të denj të ndershëm të na bën. Lutim Allahu subhanahu wa taala për atyre që jetojnë jetën me qëllim të pastër, Allahu të na bën. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Jannatul Firdausi nasip na bën. Jannatul Firdaus me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të na bashkon. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.